Izraeli, thirrja e shefit OKB-s për të hetuar vdekjet pranë vendit të ndihmave një turp. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Gutierrez bëri thirrje për një hetim të pavarur mbi sulmet e dyshuara izraelite pranë qendrave të shpërndarjes së ndihmës në Gaza, duke shkaktuar kritika të ashpra nga qeveria izraelite. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme izraelite Oren Marmorstein e quajti deklaratën e Gutierrez një turp dhe kritikoi shefin e OKB-s për mos përmendjen e grupit islamist palestinez Hamas apo refuzimin e tij të propozimeve për ampushim dhe lirimin e pengjeve. Asnjë fjalë për faktin se Hamasi është ai që qellon civilët dhe përpiqet të pengojë ata të mbledhin pakot e ndihmës, shkroi Marmorstein në një postim në X. Gutierrez kërkoi më herët një hetim mbi raportet bazuar në pretendimet e Hamasit se sulmet izraelite vranë civil që kërkonin ndihmë. Zyra e medias së drejtuar nga Hamasi tha të dielën se 30 persona ishin vrarë në incidente të tilla. Është e papranueshme që palestinezët po rrezikojnë jetën e tyre për ushqim, shkroi Gutierrez në X, duke shtuar se Izraeli ishte detyruar sipas ligjit ndërkombëtar humanitar të lehtësonte shpërndarjen e ndihmës. Izraeli kohët e fundit i ka lejuar Fondacionit Humanitar të Gazës të shpërndajë ndihmën në rripin e Gazës, duke anashkaluar agjencitë e OKB-s, ndërkohë që ka rinisur shpërndarjen e kufizuar të ndihmave pas një bllokade gati 3 mujore.